Të nderuar shikues, mirëmbrëma, do të njihemi bashkë me edicionin qendror të lajmeve këtu në kanalin 7, ndër të tjera do të ndiqni. Parlamenti voton me sensionesh ministrat e rinj të qeverisë Rama, opozita kërkoi votim për heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut, majoranca refuzoi. Gjykata vendos në 12 mars për kalimin ose jo për gjykim të dosjes së Ilir Metës dhe Monika Kryemadit akuza për korrupsion, fshehje të pasurisë dhe pastrim parash. Grabitet një pikë këmbimi valutor në zonën e 5 Majit në Tiranë, autori kërcënon punonësit dhe rrëmben një sasi lekësh, dyshohet se është përdorues droge. Sot, skadon afati për presidentin e Kosovës, pa qartësi për mbajtjen e seancës, Kurti shpreson për një kandidat përballë kunjoftës Osmani do zgjedhje nga populli. Mëngjesisht, antarët e rinj të kabinetit qeveritar u votuan këtë të njëjtën në parlament. Seanca u shoqërua me tensione teksa opozita bllokoi foltore në shenjë proteste. Demokratët kërkuan që një pjesë e rendit të ditës të ishte edhe kërkesa e SPAK për arrestimin e Ballukut, gjë që u hodh poshtë nga shumica. Mes protestës së opozitës, majoranca miratoi në parlament ndryshimet në qeverinë Rama 4. Ministrat e rinj ndoqën procesin e votimit nga lozha. Të shkarkuarit dëzum vendet në krah të kolegëve deputet, ndërsa ish zëvendës kryeministrja Belinda Balluku nuk mori pjesë në seancë. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha dhe shumica e deputetëve demokrat bllokuan foltoren duke kërkuar të drejtën e fjalës, ndërkohë që majoranca socialiste votoi emërimet dhe shkarkimet e ministrave. Kaosi në seancë u reflektua dhe tek radhët e opozitës. 83 vota pro, 0 abstenim, 2 kundër. Në tabelën e votimit për shkarkimin e Elisa Spiropalit nga posti i ministres së jashtme, u pa që Sali Berisha dhe Jozefina Topalli votuan kundër. Por më pas, Topalli sqaroi se kishte shtypur butonin e saj dhe të Sali Berishës për të kërkuar fjalën dhe gabimisht kishte votuar. 85 vota pro, 0 abstenim, 0 kundër. Por ndryshimet në qeveri dhe shkarkimi Belinda Ballukut nga posti i zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës nuk uli tensionet mes majorancës dhe opozitës. Partia Demokratike këmbënguli që në rendin e ditës duhet të vendoset kërkesa e SPAK-ut për arrestimin e Belinda Ballukut. Ju do të kishit hequr në mëngjes sot dhe autorizuar arrestimin e Lubi Ballukut për veprat më të rënda penale, për vjedhjet më të mëdha me Edi Ramën, po ju jeni të gjithë pengjë të saj, edhe këtyre ministrave që ulën këtu, turpi i madh. Megjithatë, socialistët sqaruan se afatet ligjore do zbatohen dhe parlamenti do shqyrtojë kërkesën e SPAK-ut për imunitetin e deputetes Balluku të njëjtën e ardhshme. Sapo të jetë gati brenda këtij afati, në seancën më të parë që natyrshëm është seanca e ditës së njëjtë 12 mars, natyrshëm do të jenë gati 2 raporte. Seanca e 12 marsit, kur do të shqyrtohet kërkesa e SPAK-ut për arrestimin e ish numri 2 të qeverisë Belinda Ballukut, pritet të shoqërohet me tensione, ndërkohë që opozita ka lajmëruar zhvillimin e një proteste përpara kuvendit. Vendimi të gjykatës kushtetuese për të lënë në fuqi pezullimin e ish numri 2 të qeverisë Belinda Balluku, apeli i posaçëm ka caktuar datën 9 mars për të marrë në shqyrtim ankesën që ka caktuar për ankimimin e masës së sigurisë së saj, ndërkohë përmes avokatëve ajo ka apeluar vendimin në shkallës së parë që e pezulloi nga detyra dhe i bllokoi pasaportën. Masa e ankimuar nuk u mor në shqyrtim më 18 dhjetor nga apeli pasi u vendos të pritej vendimi i gjykatës kushtetuese për fatin e saj. Belinda Balluku është marrë zyrtarisht e pandehur më 31 tetor të vitit të kaluar. Ajo akuzohet nga prokuroria e posaçme për shkeljen e barazisë në tendera dhe ankande publik e kryer në bashkëpunim për ndërtimin e tunelit të Llogaras dhe të Unazës së Madhe. Fati i dosjes së ish presidentit Ilir Meta dhe ish bashkëshortes së tij Monika Kryemadi do të vendoset në datë 12 mars. Gjykata shtyu seancën për shkak të mungesës së njërit prej avokatëve të pandehurve. Ndërkohë, kreu i Partisë së Lirisë akuzohet për korrupsion, fshehje të pasurisë dhe pastrim parash. Në gjykatën e posaçme u zhvillua seanca për ish presidentin e vendit Ilir Meta, Monika Kryemadin
dhe të pandehurit e tjerë nëse dosja e tyre do të kalojë apo jo për gjykim. Të dy janë vënë në akuzë për 3 çështje korrupsioni, dosjen e njohur si Çezdia, lobingu dhe operacionet. Për të parën, Sotir Klapi, prokurori i çështjes, pretendon se Ilir Meta kur ka shërbyer si ministër i energjetikës në vend që të monitoronte mbledhjen e borxhit të prapambetur të faturave të energjisë në dëm të kompanisë Çez, në fakt përdori pushtetin që shlyerja të bëhej përmes shoqërisë Dia, e cila nuk i përmbushte kriteret e domosdoshme ligjore për ta kryer një shërbim të tillë. Sipas PAK, administratori i kësaj kompanie, Kastriot Ismaili, fitoi rreth 6.5 milionë euro. Meta në bashkëpunim akuzohet për kontratat e konsulencës dhe lobingut në SBA, pastrimin e produkteve në blerjen e një shtëpie në Tiranë, sidomos deklarimin e shpenzimeve mjekësore për periudhën 2013-2019. Kjo është edhe çështja e tretë për të cilën SPAK dyshon se të pandehurit kanë fshehur origjinën e parave. Të dy, kryemadhi dhe Meta janë deklaruar të pafajshëm, ndërsa në seancën e kaluar ish deputetja kërkoi kthim të çështjes për hetime të mëtejshme për shkak të mungesës së veprimeve hetimore. Krahas dyshimeve për vepra korruptive, ish bashkëshortët akuzohen edhe për pastrimin e parave. Vendimi për të katërt të bashkëpandehurit pas mbylljes së shqyrtimit gjyqësor do t'jepet në datën 12 mars, pasi gjyqi i kësaj të enjte e dështoi për shkak se avokati i Piro Xhixhos nuk ishte i pranishëm. Struktura e posaçme antikorrupsion kërkon dënimin e deputetit demokrat Bars Pahia me 700.000 lekë gjob. SPAK e akuzon atë për pengim të ekzekutimit të vendimeve të gjykatës. Sipas akuzës, ish kryebashkiaku i Shkodrës liroi nga detyra administratorin e ujësjelljes kanalizimeve, i cili e paditi në gjykatë. Më pas Pahia emëroi dikë tjetër në këtë detyrë, por ndërkohë gjykata e Shkodrës kishte dhënë vendim që të pezulloheshin aktet e nxjerra nga kryetari i bashkisë. Ka qenë ky vendimi që sipas PAK është injoruar edhe që e vuri Bars Pahin në bankën e të akuzuarit. Ai mori detyrën e kryetarit të bashkisë Shkodër në mars të vitit 2022 pas fitores së zgjedhjeve të pjeshme vendore si kandidat i rithemelimit. Një person i armatosur ka grabitur këtë të enjte një pikë këmbimi valutor në zonën e 5 Majit në Tiranë. Pasi mundi të marrë një sasi parash në kërcënimin e armës, ai u largua në brendësi të lagjes, por arratja e tij nuk zgjati shumë pasi u prangos nga uniformat blu. Ky është momenti kur 42 vjeçari Luan Maçi në kërcënimin e armës ka hyrë në një pikë këmbimi valutor në zonën e 5 Majit në Tiranë, duke vjedhur rreth 3 milion lekë. Si të shihet edhe nga pamjet e publikuara, autori mban në dorë një armë tip pistolet të cilën ja drejton punonjëses së këmbimit valutor, teksa ajo i nxjerr parat. Ai ka tentuar madje të shkelmoj derën pas së cilës ndodhej punonjësja, por nuk ka arritur, ndërsa ka marrë parat me nxitim dhe është larguar. Pak orë pas grabitjes, autori është arrestuar brenda një banese, ndërsa janë sekuestruar arma dhe një pjesë e parave. Sipas burimeve, autori ka mbritur pranë qendrës tregtare me një motor të vogël pa targa. Menjëherë pas grabitjes, Maçi është larguar në këmbë në rrugicat e lagjes 5 Maj për t'i shpëtuar policisë. Autori është përdorues i lëndëve narkotike dhe rezulton me precedent penal për të njëjtën veprimtari kriminale. Forcat të shumta të policisë mbritën në vendin e ngjarjes dhe ngritën pika kontrolli në zonë deri në arrestimin e 42 vjeçarit. Një ditë pasi u raportua se çmimi i bukës në Korçë kishte pësuar rritje nga 120 lek në 150 lek, si pasojë e kostave të shtuara, Autoriteti i Konkurrencës ka ngritur një grup pune për monitorimin e këtij tregu. Ky grup realizon kontrolle në terren me qëllim evidentimin nëse shtrenjtimi do të zbatohet nga të gjitha furrat e bukës dhe mbi të gjitha nëse kjo sjellje është abuzive. Sipas ligjit për mbrojtjen e konkurrencës, ndalohen të gjitha mosmarrëveshjet të cilat kanë si objekt ose si pasojë pengimin, kufizimin ose shtrëmbërimin e konkurrencës në treg, veçanërisht marrëveshje që caktojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthort çmimet e blerjes ose të shitjes apo çdo kusht tjetër tregtimi. Rritja e çmimit të bukës në Korçë vjen në një kohë kur produkti bazë si mielli nuk ka pësuar ndryshim në çmim.
Shërbimi onkologjik do të marrë më shumë mbështetje në funksion të shërbimit më cilësor ndaj pacientëve. Ministria e Shëndetësisë lajmëroi krijimin e qendrës së Gjirit, vendosjen në punë të pajisjeve të reja, si dhe shtimin e barnave për të sëmurët. Ministri e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, Evi Sala, prezantoi sot prioritetet aktuale në sektorin e shëndetësisë me fokus të veçantë në reformimin e shërbimit onkologjik. Ministri Sala bëri të ditur se bordi QSOT-s ka miratuar krijimin e qendrës së Gjirit, e cila do të ofrojë një trajtim multidisiplinar për pacientët me kancer gjiri. Doja të ndaja sot me ju vendimin e miratuar një ditë më parë në bordin e QSOT-s për ngritjen e qendrës së Gjirit, ajo që quhet breast unit në të gjitha spitalet ndërkombëtare. Kjo do të krijojë kushte për trajnimin me qasje multidisiplinare për pacientët e prekur nga kanceri i gjirit. Po ashtu Sala njoftoi se së shpejti pritet të vihet në funksion edhe akseleratori 3 për trajtimet onkologjike. Ardhja e akseleratorit të tretë, i cili është instaluar, po bëhet kolaudimi nga ekspertët bërthamor dhe do nisë së shpejti funksionimi. Ministria u ndal edhe te mungesa e medikamenteve dhe lista e barnave të rimbursueshme, duke theksuar se janë marrëmasa për të siguruar furnizimin më të qëndrueshëm dhe për standardizimin e protokolleve të trajtimit sipas standardeve të Bashkimit Evropian. Shtimi i barnave inovatore në listën e rimbursimit, duke garantuar akses më të gjerë për pacientët me patologji onkologjike dhe hematologjike. Së dyti, rritja e sasive të barnave ekzistuese në listë për të shmangut mungesat e herpaseshme që kanë ndikuar drejt për drejt në vijshmërinë e trajtimit. Ndër prioritetet e tjera janë modernizimi digital i sistemit shëndetësor, përfshirë integrimin e inteligjencës artificiale si dhe ristrukturimi i shërbimit spitalor në vend. Kryeministri Edi Rama ka dënuar sulmin me dron të ndërmarrë ndaj Iranit nga Azerbajxhani, ku goditën objekte civile, përfshirë një aeroport në rajonin e Nakhchivan. Rama e cilësoi këtë akt si agresion të papranueshëm dhe akuzoi regjimin iranian për destabilizim të vendeve fshinje. Rama thekson se Shqipëria qëndron në mbështetje të Azerbajxhanit, të cilin e konsideron mik dhe aleat. Azerbajxhani është një mik dhe aleat i vlefshëm i Shqipërisë, një komb që është ngritur lartë që nga rifitimi i pavarësisë nga Bashkimi Sovjetik, shkruan Rama. Kreu i qeverisë bëri thirrje që komuniteti ndërkombëtar të dënojë qartë agresionin dhe të izolojë regjimin në Teheran, duke theksuar se sulmet ndaj civilëve dhe shkelja e kufijve sovran nuk mund të tolerohen. Parlamenti në Kosovë ka këtë të njëjtë afatin e fundit për zgjedhjen e presidentit të ri. Lëvizja vetëvendosje ka propozuar Glauk Konjufcën, ndërsa opozita nuk e ka ende një emër. Nëse nuk ka kompromis, vendi shkon në zgjedhje të reja. Afati për zgjedhjen e presidentit të ri të Kosovës po skadon, ndërsa skena politike në vend mbetet pa një marrëveshje mes partive për emrin që do të drejtojë shtetin. Deri tani, situata mbetet e paqartë pasi në kuvent nuk janë paraqitur ende të paktën 2 kandidat me nga 39 shkrime deputetësh, kushti domosdoshëm për të thirrur seancën për zgjedhjen e presidentit. Presidentja Vjosa Osmani ka njoftuar se ka dërguar në kuvent amendamentet kushtetuese të cilat propozojnë që presidenti të zgjidhet direkt me vot nga populli. Duke parë dështimet e një pasnjëshme në zgjedhjen e presidentit, sapo kanë proceduar në kuvent amendamentet kushtetuese për zgjedhjet e drejtpërdrejta të presidentit, të cilat ishin hartuar nga Komisioni për amendamentin e kushtetutës së vitit 2011. I ftoi të gjitha partitë politike të votojnë këto amendamente kushtetuese. Tani e tutje le të flas populli. Amendamentet janë mirëpritur edhe nga kryetarja e kuventit Albulena Haxhiu. Sapo i pranova amendamentet kushtetuese nga presidentja Vjosa Osmani Sadriu, të cilat parashtronin që presidentja të zgjidhet drejt për drejt nga populli. Në këtë mënyrë eliminohen ngërçet që po e pengojnë funksionimin e institucioneve dhe që po e pamundsojnë stabilitetin e tyre. I bashkohem thirrjes së presidentes për votimin e këtyre amendamenteve. Deri tani është përmendur si kandidat kryesor Glauk Konjufca, i propozuar nga lëvizja vetëvendosje, i cili u shpreh se opozita nuk do të paraqesë një propozim. Ndërkohë kryeministri Albin Kurti mbetet me shpresën që brenda të enjtes do të jetë edhe një kandidat i dytë për president, në mënyrë që të mbahet seanca e votimit për kreun e shtetit. Pas dite do të vazhdojmë përpjekjet që ta zgjedhim presidentin
urojmë, besojmë, shpresojmë edhe në një kandidaturë të dytë në mënyrë që ta përmbushim kërkesën kushtetuese për garë. Nga ana tjetër, deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Përparim Gruda ka deklaruar se PDK nuk do të mbështesë kandidaturën e Konjuftës për president dhe nuk do të marrë pjesë në seancat për zgjedhjen e tij. Po na kemi vendosur që na mbështesim kandidaturën e Glau Konjuftës, asnjë kandidaturë tjetër partijake. Është qëndrimi i qartë dhe nuk do të marrim pjesë në seancat. Të kuvendi u dosh më mbledh me zgjedh ose mos me zgjedh një president. Po kjo që as mos me zgjedh, as mos me konsumu procedurën, është shkelje kushtetutës. Sipas procedurës, presidenti zgjidhet në kuvend me votim të fshehtë, në 2 raundet e para kërkohen të paktën 80 vota nga 120 deputet, ndërsa në raundin e tretë mjaftojnë 61 vota. Nëse procesi nis dhe brenda 60 ditësh nuk zgjidhet presidenti, atëherë vendi shkon automatikisht në zgjedhje të reja parlamentare. Këtu kemi përfunduar, unë falenderoj për vëmendjen, bashkë natën e mirë.